nuk mund të pretendohet që gjithë korrupsioni në Shqipëri që mund ndodhi sot dhe në dite, prokuria e posaçme të jetë në gjendje ta detektojë dhe ta ndjekë penalisht. Kjo është e pamundur. Prokuria e posaçme mund të japë shembullin që një zyrtar mund të goditet, mund të japë shembullin që një vetari për bërë vepër penale mund të goditet, por për të arritur atje që mos kemi korrupsion, duhet një diçka më shumë se sa SPAK-u. Pra parë organet e tjera, prokurit e rrethave, policia e shtetit, po edhe ne vetë si qytetarë, duhet të jemi më proaktiv në raportimin e korrupsionit dhe situata korruptive. E pjesa tjetër është që sigurisht mendimet, opinionet janë të pranishme dhe shpeshherë bëhet sipas një lloj bindje që edhe nuk e njohin në të vërtetën e dosjes apo sa prova ka dosja. Është e lehtë të thuash që X zyrtar është i korruptuar duhet shkojë në burg, por duhet të kesh provat e nevojshme për të ngritur akuzë dhe për ta mbrojtur çështjen në gjykat dhe të marrë vendimi në formë të prerë. Nuk është e lehtë. Nuk mund të deduktojmë nga kjo që SPAK në thonjza ka dështuar në komunikimin publik? Unë nuk mendoj që SPAK-u ka dështuar në... Pra nuk ka reklamuar mjaftueshëm arritjet e veta ose përpjekjet e veta? Mendoj që kjo është realizuar mjaftueshëm, madje për mendimin tim edhe më tepër se sa duhet. Sepse unë mendoj që nuk duhet të jetë dhe kaq publik. Por kjo vjen për shkakun në mendimin tim që pritshmëria e njerëzve është e shoqërisë është e lartë. Dhe në këto vite gjithë pritshmëritë e tyre janë drejtuar vetëm te SPAK. Mund të vinë në ditët vetëm denoncime online 40, 50. Në situata nga më të ndryshme. Asnjëherë prej tyre nuk është kompetencë e SPAK-ut. Dhe ka shumë prej tyre që drejtohen edhe SPAK-ut në të mënyrë që ne dimë që s'është kompetenca juaj, por nuk kemi shpresë tjetër. Dhe kjo bën pastaj që të krijohet ky opinion. Kështu që unë nuk e shoh problematik të SPAK-ut. Është problematika e jonë si shoqëri dhe si standard i zbatimit të ligjit në të gjithë administratën shtetërore dhe organet drejtësisë në tërësi. Në lidhje me këtë, drejtuesi aktual, dhe kjo është e fundit. Ruajtur një lloj barazie që mos jetë intervistë. E drejtë, e fundit dhe e mbylla. Ishte shumë interesant prezantimi, kështu që është e pashmangshme. Mund të shkosh një ditë në SPAK për... E fundit, në lidhje me këtë, drejtuesi aktual ka shprehur shpesh shqetësimin se numri referimeve nga institucionet ligjvatuese është i ulët dhe puna e SPAK është bazuar kryesisht në denoncimet e publikut. Keni ndonjë plan për të adresuar këtë? Kam përmendur në platformën time, patjetër bie dakord me këtë konstatim, referimet e kallëzimet kanë qenë të ulta, por ne kemi gjitha mundësitë, kemi kapacitetet e nevojshme, duke patur parasysh dhe numrin e hetuesve që do rekrutohen, do të jemi në gjendje që mbas të vinë ditë që do kemi nevojë fare për referimin nga policia e shtetit. Pra ne do bëjmë prioritetet tona, llogaritë tona me bazën e burimeve tona. Dhe unë mendoj këtë që mund ta realizojmë, sepse me një trup prej 100 hetuesis dhe 40 apo 50 oficerë të tjerë të shërbimit përgjithësore, është një strukturë e mjaftueshme për të qenë proaktive dhe për të qenë burimi kryesor i çështjeve të SPAK. Faleminderit. Zoti Hoda apo Mërkuri? Unë tek ato pyetjet. Se mbajtje. Në lidhje me fenomenin e qarkullimit të elementeve ose dosjeve tërësore në media, pe bim shkurt me që i keni ngjuar pyetjet, keni ndonjë vizion, domethënë, për qasjen ndaj këtij fenomeni? Kjo situatë që ndodh nuk po them 100% rasteve, por në 90% rasteve ndodh kur palët njihen me aktet hetimore, me masën sigurimit apo me akuzën, dhe kanë të drejtën të marrin kopje të tyre, qoftë mbrojtësi, qoftë i panderuri apo palët e tjera. Atëherë ndodh kjo rrjedhje e materialeve në media, që në këtë moment nuk është më përgjegjësia e prokurisë, është përgjegjësia atyre që kanë dokumentat, por edhe ndodhet në momentin që aktet më nuk janë më sekret hetimor.
Problematike në rastet kur ka rrjedhje të të dhënave në momentin që akti është sekret hetimor dhe nuk e di askush përveç grupit të hetimit prokurorit dhe oficerëve përgjithësore. Dhe këtu nuk ka nevojë për strategji, nëse kjo ndodh ka vepër penale, fillojnë hetimet siç kanë filluar, pavarësisht se mund të themi që apo mund të ketë pretendimin që nuk është gjetur ndonjë autor, por mendoj që ka dhënë efekt edhe këto masa, edhe fillimi i hetimeve, sepse kur fillon një hetim nuk i dihet se deri ku vete. Por ajo që mund t'ju them nga ana tjetër që situata sot në SPAK është shumë herë më ndryshe se sa ka qenë vite më përpara. Shumë herë më ndryshe. Por jo gjithmonë kjo situatë mund të prandalohet dhe nuk është gjithmonë kompetenca e prokurorisë. Po, faleminderit. E pyeta lidhet me qasjen për zbatueshmërinë e vendimit të gjykatës kushtetuese që unë i quaj prova elektronike, pra aparatet celular që përpara konsideroheshin si sende dhe kontrolloheshin tërësi, ndërkohë gjykata kushtetuese vendos një standard, kompjuterat personal ose të profesioneve të lira, sekuestrimi i pasurive e tjera. Nëse ju zgjidheni drejtues, çfarë qasje do kishit ose si mund ta si është vizioni ju që t'ja përcillnit frymën dhe tek trupa prokurora? E kam përmendur në platformën time që prokuria duhet të jetë e kujdesshme në radhë parë me proporcionalitetin e veprimeve hetimore, që veprimi i kontrollit apo kontrolli dhe sekuestrimit të të dhënave të mos jetë veprimi i parë apo i dytë, po të jetë një veprim që siç parashkon ligji, të ketë dyshime të bazuara se vepra ka ndodhur ose ka kryer ai person. Deri në këtë moment vendimi i gjykatës kushtetuese nuk është zbardhur në vendin time, sigurisht që në varësi të atij vendimi prokuria do normoj sjelljen, mund të nxjerrim edhe një udhëzim të përgjithshëm për të normuar sjelljen në raport me vendimin. Unë kam frikë dhe kam bindje që jo të gjitha gjërat do ezaurohen në atë vendim të gjykatës kushtetuese. Në fakt, dispozita ligjore është e vjetër, thotë korrespondencë, po, në atë kohë kur është bërë ligji, referohet zarfeve. Kam mendimin që ka nevojë për një ndërhyrje ligjore të kujdesshme, që edhe organet e hetimit të hetojnë brenda kufive dhe kompetencës tyre dhe të respektojnë dhe të drejtat e palëve. Faleminderit prokurorët e fundit, që normalisht me një pyetje personale, kështu që edhe mos përgjigjeni, karriera juaj në sistem, si ka ndikuar në cilësinë e jetës suaj private dhe të familjarëve tuaj? Për shkak të funksionit, sidomos që në momenti i krimeve të rënda dhe më mbrapa, sidomos në këtë periudhë, sigurisht që sjellja ka ndryshuar. Pra, prokurorët nuk mund të bëjnë një jetë normale si gjithë të tjerët. Nuk po themi se arrim të mbyllur. Por ka ca kufizime që duhet të respektojmë. Ai sa shkon që edhe kur shkon në një lokal kontrollojmë në QKB kush e ka lokalin. E them shumë sinqerisht në pjesë. Patjetër që këto janë kufizime që edhe janë, nuk janë vetëm tek ne, po janë në gjithë vendet e qytetëruara. Por ajo që mund të them është që unë përpiqem të mos ta ndryshoj mënyrën time të jetesë. Sepse në të kundërt do kthesh një situatë negative, ky presioni punës apo ngarkesa e punës. Përpiqem të mbaj punën larg shtëpisë dhe mos ndryshoj mënyrën time të jetesës, flas për veprimet e përditshme që bën një person, por gjithmonë duke respektuar një sër kufizimesh që kemi zgjedhur vetë të punë, nuk na ka sjellë me zor, por normalisht të kufizimet duhet të ekzistojnë. Faleminderit, nderuar zënësor. Besoj që edhe pyetjen që unë kam bërë për kandidatët e tjerë do e keni dëgjuar. Ju bashkë me kolegët kandidoni në një moment kur SPAK-u, kjo strukturë, ka fituar një besim të mirë tek publiku, tek qytetarët. Dhe në besimin tim, kjo është për secilin nga ju është edhe një sfidë, në kuptimin që në vitet në vijim, nëse ju do të merrni drejtimin e SPAK-ut,
ajo që juve do të përcjellni sot për opinionin publik, për qytetarët, çfarë do të ndodhin me këtë nivel besimi? Gjithë përpjekjet e mundshme që ai besim të ruhet, puna do vazhdoj dhe të rritim akoma më tej standarde. Gjithë sfida, kushdo drejtues të vi, aq më tepër që sot besimi është në nivele të larta, puna është më e vështirë se sa ishte 3 vjet më përpara. Por me çdo kusht mendoj që kushdo që të vi duhet bëj përpjekje maksimale për ta ruajtur besimin dhe për të përmirësuar ne atje ku mund të kemi vend për përmirësim.